Të respektuar, të nderuar, të dashur besimtar, vëllezër dhe motra. Sot me lehtë Allahut të lartësuar do të flasim mbi surën Ahkaf. Pse kjo sure e ka marrë këtë emër? Surja Ahkaf, të dashur besimtar, bën fjalë për popullin e Adit, ku tek ta ishte dërguar profeti Hud a.s. Në fakt ne surën Hud e kemi folur në disa hutbe më përpara, ku kemi shpjeguar me detaje marrëdhënien që pati profeti me popullin, kundërshtimi që mori nga populli dhe dënimi që përfitoi më pas populli i Adit. Ndërkohë sot, surën Ahkaf dua që ta shikojmë në një këndvështrim tjetër, sepse Allahu xhaleshanuhu këtu në këtë sure me këtë emër ka përmendur një emër specifik. Pra, ka përmendur një emër që na tregon një pozitë gjeografike. Dhe zona e Ahkafit është një zonë me pozitë gjeografike në jug të Arabisë Saudite, në kufit me Yemenin e sotëm. Pra, si zonë e përfshin Arabia Saudite, pra është në territorin e saj. Dhe fort mirë ne e dim që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u dërgua pikërisht në zonën e Hijazit, pra në Mekë. Numër 1 që është rëndësishme për të kuptuar arsyeën e emërtimit të kësaj sureje me këtë emër, surja Ahkaf, është sepse me dërgimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në Mekë, për t'i shpallur atyre fjalën e Allahu xhaleshanu, për t'i thirrur në besimin e pastër monoteist, t'i largojnë nga idhujtaria drejt tauhidit të pastër, e bëri këtë Kur'an i famëlar, shpallje e Allahu xhaleshanuhu, duke i dhënë shembull nga një popull që kishte jetuar pikërisht në kufi me ta, që ishte komshi. Nëse do të shikojmë pozitën gjeografike, ishin shumë afër. Ndoshta nga e shkuara, nga gojdhëna, kishin dëgjuar diçka se çfarë ka ndodhur me popullin e Ahkafit të asaj zone. Ndërkohë Kur'ani famëlart e ka qartësuar me detaje pikërisht në surën Hud që ne e kemi shpjeguar, por edhe në surën Ahkaf, ku i jep një mësim të madh pikërisht popullit Mekas, sepse gjëja thelbësore midis popullit Mekas dhe popullit të Adit ishte sepse kishin shumë gjëra të përbashkëta. Nga gjëja më elementare e përbashkët ishte se Mekasit ishin popull idhujtar. Edhe populli i Adit ka qenë popull idhujtar. Tek ata u dërgua profeti Hud a.s. Tek Mekasit u dërgua profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. U ftuan në pozita të larta të marrëdhënies shoqërore, të karakterit dhe moralit njerëzor, u ftuan në besimin e pastër, u ftuan që ta lënë idhujtarin, ta lënë jetën e shturur për në moralet e larta, ndërkohë shembulli ishte se populli i Adit nuk e pranoi profetin Hud dhe u shkatrua, dhe ky ishte një kërcënim i drejt për drejt edhe për popullin Mekas dhe për çdo njeri i cili i vjen mesazhi i Allahu xhaleshanu, i vjen mesazhi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ata e kundërshtojnë. Ndërkohë Allahu po thotë që merrni shembull nga ky vend, nga vendet e mëparshëm, nga popujt e mëparshëm që Allahu xhaleshanu i ka specifikuar veçanërisht në Kur'anin famëlart. Dhe shohim se Kur'ani famëlart në përgjithësi sjell shumë këshilla që lidhen me orientim dhe meditim, dhe kjo është shumë e rëndësishme, orientohesh në Kur'an për një pozitë gjeografike diku ku ka jetuar një popull, por ftohesh dhe të meditosh pak mbi atë situatë. Pse po e tregon Allahu xhaleshanu një ngjarje në Kur'an? Ne na intereson historia apo na intereson mesazhi thelbësor që do t'japi Allahu xhaleshanu? Normalisht mësime historike, gjeografike mund të nxjerrësh sa të duash. Në fakt, në Kur'an ka një urdhër të drejt për drejt të Allahu xhaleshanu: siru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablikum. Udhëtoni në tokë, shikoni se si ka qenë përfundimi i njerëzve para jush.
Ktu ka një indicie, ktu ka një nisëm që njeriu mundet të hapi shumë dyer të studimeve edhe të shkencave të sotme, arkeologjike, historike, gjeografike. Të gjitha këto orienton Kurani famëlar. Por ama çështja më e rëndësishme që ti të udhëtosh dhe të mësosh është të kuptosh pse këto popuj merituan dënimin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe ajo çfarë është më e rëndësishmja është se ata popuj të mëparshëm kanë kundërshtuar besimin e pastër monoteist të Allahu xhaleshanuhu, kanë besuar shumë zotra, kanë kundërshtuar profetët, disa shkuan në ekstreme, i vranë profetët dhe kështu ata merituan dënimin Allahu xhaleshanuhu në këtë botë dhe pa diskutim në botën tjetër. Për shembull, Allahu xhaleshanuhu në detaje urdhëron, siç thash pak më lart në mënyrë të përgjithshme, kul siru fil ardi fanzuru kayfa badalna al-khalq. Udhëtoni në tokë dhe shikoni si e kemi filluar krijimtarinë. Pra ti udhëton në tokë dhe shikon të gjitha begatit, mirësit, çdo gjë që ka krijuar Allahu xhaleshanu, ti e shikon Allahun xhaleshanu me emrat dhe atributet e tij, me veprën e tij që ka krijuar tek lulja, e shikon tek lumet, e shikon tek liqeni, e shikon tek deti, e shikon tek insektet, tek bimët, tek kafshët, në çdo detaj. Ti shikon madhështinë e Allahu xhaleshanu të krijimtarisë. Dhe ti, kur je jashtë dhe udhëton dhe shikon mrekullitë e Zotit, mediton në të njëjtën kohë dhe thua subhanallah, vetëm ai është krijues që mund ta krijojë një gjë të kësaj natyre. Sepse Allahu xhaleshanu është El Khalik, është krijuesi absolut. Dhe shohim që këtu ka një nisëm, një indicie nga Kurani famëlar që njeriu të shkojë drejt meditimit dhe njohjes të madhështisë së Allahu xhaleshanu me atë çfarë shikon dhe dëgjon syri dhe veshi i tij në jetën e kësaj bote. Thot Allahu xhaleshanu në Kur'anin famëlar po ashtu: "Kul siru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatu al-mujrimin." Udhëtoni në tokë dhe shikoni si ishte përfundimi i kriminalave, duke treguar Allahu xhaleshanu për shembull për popujt e mëparshëm, siç ka qenë për shembull populli i Themudit, populli i Ludit, populli i Sodomës, pra, të cilët bën shturje të mëdha në tokë. Dhe Allahu mbasi tregon të gjitha historitë e këtyre, për shembull në surën Neml, në fund fare thot: "Udhëtoni në tokë dhe shikoni pak se ka gjurmë të këtyre popujve." Dhe në fakt ke gjurmë të këtyre popujve, ke gjurmë të popullit të Adit, ke gjurmë të popullit të Salihut, ke gjurmë të popullit të Lutit, që u dënua nga Allahu xhaleshanu. Dikush me përmbytjen e tokës, dikush u përmbyt duke i përpir toka, dikush duke u goditur nga gur prej qiellit, dhe të gjitha këto Allahu xhaleshanu thot: "Shikoni, udhëtoni, që të shikoni përfundimin e kriminalave." Allahu xhaleshanu po ashtu thot në Kur'anin famëlar: "Kul siru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qabl." Kana aktharuhum mushrikin. Udhtoni dhe shikoni që shumica e njerëzve më përpara kanë qenë të gjithë idhujtar. Dhe në fakt ke me të vërtetë argumente dhe shkencore sot që me të vërtetë popujt më përpara kanë qenë idhujtar. Mjafton, thot arkeologjia, të shikosh në përvarret e tyre se si kanë varrosur të vdekurit të tyre, aty do të shikosh me të vërtetë gjëra të cilat simbolizojnë besimin në idhujtari. Do të shikosh shenja të diellit, të hënës, të yjeve, të cilat të gjitha këto apo figura të ndryshme që dëshmojnë që këto njerëz, shumica e tyre kanë qenë mushrika, kanë qenë idhujtar, kanë besuar diçka tjetër përpos Allahu xhaleshanu. Allahu po ashtu thot në Kur'an: "Alam yarau kama ahlakna qablahum min al-quruni annahum ilayhim la yarji'un." A nuk e shikoni ju, a nuk e pan Mekasit, a nuk e shikojnë njerëzit e logjikshëm sa gjenerata më përpara janë zhdukur, por ama tek ne do të kthehen, duke dëshmuar Allahu xhaleshanu në këtë ajet se ringjallja është e pashmangshme në ligjin e tij madhështor. Po ashtu të dashur besimtar, ne mundemi që të meditojmë dhe në këtë formë. Ne kemi shumë vende specifike sot që janë bërë themel i besimit ton islam. A nuk udhëtojmë ne në haxh, kur bëjmë obligimin ton të haxhit, ne atje përkujtojmë Ibrahimin a.s. Përkujtojmë vendin e gjuhëtjeve të gurve, ku gjuhet shejtani i mallkuar, sepse Ibrahimi e bëri këtë gjë. Përkujtojmë Safën dhe Merven, dy kodra, sepse Haxheria e bëri atë udhëtim. Përkujtojmë Arafatin, sepse atje u takua Ademi me Havan.
Përkujtoj Muzdelifen si një prej suneteve që e la profeti a.s. për të ndaluar në atë vend. Ne atje shikojmë Kaben, shikojmë xhaminë e Medines, shikojmë xhaminë e Kubës që ndërtoi profeti a.s. Më gjërë shikojmë xhamin Aksa në Palestinë, që është dëshmi e profetëve të mëparshëm. Shikojmë zonën e luftës së Bedrit, malin Uhud, të gjitha këto vende të cilat në Islam kanë marrë një kuptim madhështor, sepse në çdo vend që ti shkon, këto vende që sapo përmendëm, ti lidhesh ngushtë me diçka që ka të bëjë me të kaluarën, por dallimi i cili është në këto vende ti shkon dhe dëshmon La ilaha illallah Muhammed Rasulullah, sepse je në gjurmet e njerëzve të mirë, të profetëve të mëparshëm, ndërkohë në vendet e tjera ti po ashtu thua La ilaha illallah, por shef përfundimin e të këqive dhe falenderon Allahun xhelle shanuhu për mirësinë që të ka dhënë që është Islami. Mund ta them dhe me një kornizë më të ngushtë. A nuk këshilloi profeti alayhis salam që dilni nga shtëpia dhe udhtoni për në Varreza? Edhe ky është një udhtim ndoshta me afat të shkurtër kohor, por ama është një vend ku ti prej atij vendi nxjerr mësime. Sepse tha profeti alayhis salam, udhtoni pra, vizitoni Varrezat sepse është vendi ku juve ju largohen kënaqësitë e kësaj bote, sepse ju atje përkujtoni vdekjen. A nuk është kjo në fakt e gjitha një mesazh madhështor nga Allahu xhaleshanu që përmend vende specifike në Kur'an që ti të përkujtosh vdekjen, që ti të dalesh para Allahut subhanahu wa taala vetëm se me besimin e pastër. Dhe ja që e shkuara ti jep ka mundësitë që të shohësh edhe popujt që vdiqen dhe u shkatruan në pabesim, po edhe vendet ku janë shkelur nga njerëz të mëdhenj, nga profetë të mëdhenj që kanë vdekur në rrugën e pastër të besimit. Dhe shikojmë që Allahu xhaleshanu të dyja këto i jep si mësime madhështore për ne. Por ne patjetër të dashur besimtar mundemi edhe të kemi udhëtime turistike. Për shembull, ti mund të ikesh në një vend, atje shikon që ajo vend ka tradita të ndryshme, ka besime të ndryshme. Ti mund të shkosh, e supozojmë, në Indi, atje njerëzit besojnë në qindra dhe mijëra zota, atje njerëzit mbajnë për të shetë lopën. Ti në fakt mund të udhëtosh për të fituar kulturë, por ama nga ana tjetër, kur do që të shkosh, besimtari me këtë indicje të Kur'anit është këshilluar që të shikojmë me syrin e besimit. Dhe ti thua, subhanallah, si ka mundësi që njeriu të degradoj kaq poshtë logjikisht dhe të arrijë të besojë një lop si Zot dhe të adhurojë atë dhe të lyj trupin e tij me pisllikun e lopës? Dhe ti thua alhamdulillah për Islamin. Dhe ti e gjen përsëri pra një mënyrë për ta falendëruar Allahun subhanahu wa taala, sepse e gjitha kjo të dashur besimtar është që njeriu të përforcojë tauhidin e pastër, fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, dhe të përgatitet për të takuar Allahun xhaleshanu në këtë gjendje. Dhe e gjithë kjo çfarë Allahu e përmbledh në pas të gjitha vendet që ka përmendur në Kur'an, apo të gjitha historitë i ka përmendur me një fjalë të fundit. A nuk shikoni që të logjikoni? A nuk dëgjoni që të merrni vesh? A nuk meditoni ju mbi këto fakte? Edhe nëse vijnë fakte të kësaj natyre dhe njeriu akoma vazhdon me mendjen e tij të përgjumur, i përgjumur ka për të ikur, ka për të atakuar Zotin e tij me zullumin më të madh, pa besim, që nuk ka për ta besuar Zotin dhe ka për të merituar dënimin, ndërkohë Allahu po na hap mendjen, po na zgjeron horizontin që ta shikojmë edhe në këtë aspekt, ndoshta edhe një udhëtim që ne dalim për të ndryshuar rutinën tonë të përditshme me familjen tonë. Elhamdulillah, Allahu xhaleshanu për këto sqarime të detajshme në Kur'anin famëlar, i cili na i kënaq zemrat tona, dhe Allahu e bëft Kur'anin dritë të zemrave tona, e bëft udhëzues të jetëve tona dhe e bëft atë ndërmjetësues për ne ditën e gjykimit. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Allahumma salli wa sallim.